Brigada e zjarfikseve në Prizren, sipas zëvendës komandantit të kësaj brigade, Hazir Deliaj, ponë se brenda vitit ka pasur gjithsej 160 raste të intervenimeve, ku me këtë rast ka veçuar rastin e ndodhur para 3-4 ditësh tek Elagja Bashdarhan tek Refi, ai rast se ka pasur edhe 4 të lënduar. Po duke pas parasysh temperaturat që presim që do të jenë në ngritje sipër, ne kemi bën ka dëshmërin përgatitjet tona, si me mjetë zjarfikse ashtu dhe zjarfikse të gjithë janë të përgatitur në nivel, në mënyrë që t'i dalin në ndihmë çdo rast emergjent. Sa raste ka pasur brenda këtij viti, raste të intervenimeve nga brigada? Gjatë këtij viti kemi pasur mbi 160 raste të ndryshme, kuptohet, zjarre dhe intervenime tjera, si aksidente komunikacion, zhytje, tërheqje uje të tjera. Të veçoj rastin e fundit që ka qenë para 3 dite në rrugën Uk Bytyqi, të rrethin e Bashdarhanit, i cili ka qenë bukur rrezik, po me intervenimin e zjarfikëve është evakuar çdo më e keqja, ku është dashur të evakuojmë të gjithë banorët nga banesat derisa e kemi qetësuar gjendjen, e kemi pastruar. Me këtë rast ai ka theksuar se për shkak të ngritjes së temperaturave dhe për shkak të nevojave të shtuara, nga se numri prej vetëm 25 zjarfiksësh domosdoshmë nuk i plotson as për sa afërmi, numri zjarfiksëve duhet të shtohet të këtij rajoni edhe për 20 të tjerë. Andaj tashmë zotri Deliaj tregoi se komuna e Prizrenit ka lejuar mundësinë që dhe 20 praktikantë sezonal të fillojnë nga data 1 korrik kthehen në shërbim të kësaj brigade. Fatkeqësisht numri i zjarfikseve ngelet i njëjti, jemi numër shumë i vogël që po na ndikon edhe ne në gatishmërinë tonë. Numri është gjithsej 25, që nuk mjafton as për sa ofën për këtë qytet dhe për sezonal, a planifikoni të pranoni dhe kur mund të fillojnë punën? Ne kemi bën kërkesën në kuvend komunal, nuk kanë lejuar 20 zjarfik në kursive që është i hapur. Mendojmë që nga i pari këtij muaji, po mendoj korrekt që do t'ja fillojnë punës ata punëtorë ndihmës. Kurse kjo brigadë tha se tani më të vërtetishëm për temperaturat e larta do të jemi dhe në rrezik permanent për zjarre, andaj edhe kemi treguar një gjendje të plot gatishmërie.